Të nderuar shikues, mirë se erdhët në edicionin e radhës të emisionit 21 drejt për drejt. Sot do duhej që në këtë termin të kemi në studio kandidatët për kryetar të Zveçanit për të shpalosur programet e tyre, por asnjëri prej tyre, Fetah Peci, vetëvendosjes Ilir Peci, Partisë Demokratike të Kosovës, Slađana Pantović e Partisë Bashkimi, Zoran Obrenović nga Demokracia Serbe dhe Dragisha Milović nga Lista Serbe nuk ju përgjigjen ftesës son për debat zgjedhor. Ne vazhdojmë tutje me materialet nga ngjarjet e ditës në vend dhe jashtë. Konstituimi i kuvendit vazhdon të jetë pezull, derisa gjykata kushtetuese të japë arsyetimet e saj të vendimit për çështjen e zgjedhjes së nënkryetarëve nga pakica serbe dhe jo serbe. Nënkryetaria e kuvendit nga komuniteti bosnjak Emilija Rexhepi thotë se është e gatshme të nënshtrohet procedurave të votimit nëse gjykata kërkon që votimi i nënkryetarëve të bëhet në pak kohë. Instituti Demokratik i Kosovës thotë se gjykata nuk duhet vendosë standarde të dyfishta. Nënkryetaria e vetme e kuvendit nga komunitetet pakic e zgjedhur me 73 vota, Emilija Rexhepi, ka thënë se do ta respektojë çdo vendim të gjykatës kushtetuese për konstituimin e kuvendit. Në një intervistë ekskluzive për Radio Televizionin 21, Rexhepi ka thënë se zgjedhja e saj ka qenë legjitime dhe se nuk beson se do të jetë e nevojshme që gjykata kushtetuese të kërkojë të ripërsëritet votimi për të. Nuk besoj, sepse unë e votova në parlament, 73 vota komar, edhe procesi u kon veçantë, pse me votua pet. Nëse kërkon gjykata kushtetuese kështu? Po, patjetër. Do ta respektoni? Po. Unë gjithmonë e respektu vendimet e gjykata e kushtetuese, edhe e presim 12 ditë për me votu nënkryetar prej komunitetit sërb. Nënkryetaria Rexhepi ka thënë se gjykata kushtetuese në vendimin e fundit e ka specifikuar se kuvendi nuk është konstituar pa u zgjedhur një nënkryetar nga komuniteti serb, duke mos përmendur komunitetet e tjera. Vendimi e gjykatës e kushtetuesës ka dhënë një hapësirë për 12 ditë veç me votu nënkryetar serb. Nuk di pastaj çka e presim. Por hulumtuesi në Institutin Demokratik të Kosovës, Vullnet Bugashku, ka thënë se zgjedhja e Emilija Rexhepit si nënkryetare e kuvendit nga komunitetet jo serbe nuk mund të konsiderohet legjitime derisa gjykata kushtetuese e ka ndërlidhur që kuvendi nuk konsiderohet i konstituar pas zgjedhjen e të gjithë nënkryetarëve. Bugashku tha se kushtetuesja duhet të mbështetet jo vetëm në kushtetutë dhe rregulloren e punës së kuvendit, por edhe në praktikat e deritanishme parlamentare ku nënkryetaret zakonisht janë zgjedhur në pako. Mendoj që s'ka asnjë logjik që nëse të praktika parlamentare vlen në zgjedhjen e kryetarit, në procedurën e votimit për zgjedhjen e kryetarit, gjithsesi e njëjta duhet të vlej edhe për zgjedhjen e nënkryetarëve dhe procesin dhe procedurën e votimit edhe për zgjedhjen e nënkryetarëve. Sepse atëherë i bie që gjykata do të bindën në kundërthënie me vetveten e saj, sepse hiç më larg se para disa muajve na shavoi faktin që procesi i votimit për kryetar është i hapur dhe duhet të bëhet sipas praktikave të deritanishme parlamentare dhe nëse në pako ne deri më tani kemi zgjedhur në kryetarë shqiptar, domosdoshmë duhet të sqarohet që edhe në pako duhet vazhdohet procesi i konstituimit edhe për nënkryetarët që përfaqësojnë partitë e komiteteve jo shumicë. Ndërkohë, ambasadori i Suedisë në Kosovë, Vesterlund, ka kërkuar nga të gjitha partitë parlamentare që ta respektojnë aktgjykimin e gjykatës kushtetuese në lidhje me konstituimin e kuvendit. Diplomati suedez ka kërkuar që të procedohet sa më shpejt edhe për zgjedhjen e nënkryetarit nga radhët e komunitetit serb. Well, I'm very clear that the Constitutional Court has made a very clear statement on this. Gjykata kushtetuese ka dhënë një deklaratë shumë të qartë për këtë. Parlamenti nuk është konstituar, por në vend të kësaj duhet të procedohet me emërimin e një nënkryetari nga një komunitet jo shumicë. Nuk kam ndonjë mendim për vetëpërmbajtjen, por jam shumë i kënaqur që kjo është një deklaratë mjaft e qartë nga gjykata kushtetuese. Tani mos harroni që gjykata kushtetuese është themeli i çdo shoqërie demokratike dhe duhet t'i përmbahemi asaj dhe të respektohet në të gjitha vendimet.
to be respected. Deputeti i përkatësisë serbe Nenad Rashić ka thënë se është i gatshëm të rikandidojë për nënkryetar të kuvendit nëse gjykata kushtetuese ja lejon një gjë të tillë. Por deputetët e listës serbe vlerësojnë se u takon atyre propozimi për postin e nënkryetarit si shumicë parlamentare serbe. Ndërkohë gjykata kushtetuese ka marrë vendim të martën që seanca konstituive e kuvendit e nisur me 15 prill nuk ka përfunduar dhe që ajo duhet të përfundojë brenda 12 dite nga hyrja në fuqi gjykimet e saj të 30 shtatorit. Gjykata e ka arsyetuar vendimin e saj duke përmendur se ende nuk është zgjedhur nënkryetari i kuvendit nga radhët e deputetëve të komunitetit serb. Ish diplomatë dhe përfaqësues të shoqërisë civile ngren alarmin për pasojat negative për Kosovën në arenën ndërkombëtare në rast se vazhdon edhe më tej bllokada institucionale. Sipas tyre, pa një qeveri dhe kuvend funksional, Kosova do të ngjecë në proceset integruese, duke rrezikuar madje edhe humbjen e mjeteve nga plani i rritjes. Krahas pasojave në rrafshin e brendshëm si shkak i mosformimit të institucioneve të reja, Kosova pritet të pësojë edhe në atë të jashtëm, përfshirë antarësimi në Bashkimin Evropian dhe në Këshill të Evropës. Përveç ngecjes në proceset integruese, grupi për studime juridike dhe politike tërheq vëmendjen edhe për humbjen e miliona eurove të BE-s, pjesë e planit të rritjes për Ballkanin Perëndimor. Sipas hulumtuesit të këtij grupi, Besar Gërgi, në rast se vazhdon edhe më tej bllokada institucionale, pasojat negative për Kosovën në skenën ndërkombëtare do të jenë të theksuara. Pa një qeveri dhe pa një kuvend funksional, Kosova mund të pres pasoja negative në rrafshin ndërkombëtar. Pikëspari për vendin tonë shumë e rëndësishme antarësimi në organizata të ndryshme ndërkombëtare, dhe në këtë kontekst Kosova ka aplikuar për antarësim të plot në Bashkimin Evropian si dhe në Këshillin e Evropës. Në mungesë të një qeverie me mandat të plot, nuk do të mund të ketë një politikë të jashtme aktive që do të shtyn të përpara aplikimin e Kosovës në këto dy organizata. Pastaj në pikën e dytë, pa një kuvend funksional, Kosova nuk mund të përmbush obligimet e saj ndërkombëtare. Pra janë shumë marrëveshje ndërkombëtare të cilat qeveria e Kosovës apo institucionet e tjera i kanë nënshkruar, kërkojnë ratifikim në kuvend, por duke qenë se kuvendi nuk është i konstituar, nuk mund të ratifikohen as këto marrëveshje. Ne si grupi për studime juridike dhe politike kemi tërhequr vazhdimisht vëmendjen për planin e rritjes, duke qenë se kjo është marrëveshja më e madhe financiare që vendi ynë ka nënshkruar me Bashkimin Evropian ndonjëherë. Kemi të bëjmë me rreth 883 milion euro që vendi ynë do të përfitonte nga Bashkimi Evropian, dhe duke qenë se ajo ende nuk është ratifikuar në kuvend, as nuk po e marrim dot para financimin dhe as nuk po mund të zbatohen masat që janë paraparë në kuadrët e saj. Dhe së fundi, por jo nga rëndësia, Kosova ka nevojë për një diplomaci të ditëpërditshme, pra për një diplomaci më proaktive dhe me një ministre të jashtme në detyrë që nuk ka mandat të nënshkruajë marrëveshje të reja, pra që nuk mund të bëjë premtime në emër të Kosovës, dhe nuk mund të kemi këtë politikë të jashtme aktive. Prandaj Kosovës urgjent i duhet një qeveri me mandat të plot, si dhe një kuvend funksional në mënyrë që politika e jashtme e vendit të ecë me hapa të shpejt përpara. Se Kosova po humbë në rrafshin ndërkombëtar për shkak të mosformimit të institucioneve të reja, e thot edhe ish diplomatja Alma Lama. Sipas saj, pa përfaqësues institucional legjitim nuk mund të ketë as diplomaci dhe as marrëdhënie me vendet e tjera. Së pari, Kosova është duke humbur nga plani i rritjes, që janë mbi 800 milion euro nga ana e Bashkimit Evropian. Marrëveshje e cila ka nevojë të votohet në Parlamentin e Kosovës dhe kështu Kosova ka ngelur shumë pas vendeve të rajonit. Pastaj Kosova humbi shansin për antarësimin në Këshillin e Evropës dhe pa institucione nuk do të mund të aplikojë më as vitin e ardhshëm, domethënë koha që është duke shkuar është në disfavor të Kosovës. Pastaj janë shumë procese të tjera në raport me vendet të tjera që mund të jenë marrëveshje të ndryshme ndërkombëtare që kërkojnë miratimin e parlamentit, është buxheti mbi gjitha, mungesa e themelimit të institucioneve, është një stagnacion ose ecje mrapa për më keq e vetë shtetit në përgjithësi. Pa përfaqësues legjitim, nuk mund të ketë as diplomaci, as raporte me vendet të tjera, dhe siç e kemi parë, Kosova është i vetmi vend i rajonit që nuk po bën hapa përpara gjatë kësaj periudhe.
Në maj të këtij viti, Kosova humbi shansin për antarësim në Këshill të Evropës për shkak edhe të mos formimit të institucioneve. Derisa aplikimi për antarësim në BE vazhdon të jetë në sirtar të presidencës së Unionit që nga dhjetori i vitit 2022, kur edhe Kosova dorëzoi aplikimin. Sa i përket planit të rritjes të BE-s nga fondi prej 6 miliard eurosh për Ballkanin Perëndimor, Kosovës i janë premtuar rreth 900 milion euro, por vendi ende nuk ka marrë parafinancimin prej 62 milion eurosh për shkak të mos ratifikimit në kuvend të marrëveshjes që mundëson alokimin e këtyre mjeteve. Kosova tërsa kohë është në qendër të vëmendjes edhe për sa i përket politikës së jashtme e cila sipas diplomatit Albert Prenkaj po bëhet pa planifikim. Duke folur në emisionin e mesditës në radio televizionin tonë, ish ambasadori i Kosovës tha se diplomacia jonë është po bëhet në fakt ad hoc. Prenkaj bëri këto komente në kontekst të temës së zgjedhur nga kolegu Lorik Bakia, beneficionet e Maqedonisë së Veriut nga dialogu strategjik. Ku është Kosova? Veriut mund të përfitoj udhëtimet pa viza për në Shtetet e Bashkuara. Rrjedhimisht, pas gjithë atyre që është diskutuar në vend, si e vlerësoni ju diplomacinë e Kosovës, veçanërisht pas pezullimit të dialogut strategjik me Shtetet e Bashkuara? Kosova ka disa vite e cila pra nuk ka politikë të jashtme. Politika e saj e jashtme është kryesisht e motivuar me reakcion, pra kundër veprime apo kundër përgjigje deklarative të cilat i jipen sa herë që paraqitet në publik ndonjë deklarat që vjen nga shteti verior i Serbisë apo edhe që vjen nga Brukseli zyrtar apo Washingtoni zyrtar. Pra nuk ka politikë të jashtme e cila është e planifikuar, e cila ka një koherencë dhe e cila i përshtatet ngjarjeve ndërkombëtare, pra zhvillimeve ndërkombëtare me të cilat ndodhin pra çdo ditë dhe Kosova pra nuk tregon vesh, nuk tregon sens që t'i përshtatet ngjarjeve ndërkombëtare dhe nuk ka ndonjë koherencë, por është një politik ad hoc, një çështje e cila mund të quhet është volontere, pra e cila çka do që i bjen mend sot pensojmë kryeministrit, ish kryeministrit Kurti apo ndonjë zyrtari të lartë të Kosovës, dhe kjo është e tëra e politikës së jashtme të Kosovës. E pam pra dje që shteti jonë Shqi, i cili e ka nënshkruar, gjithsesi e ka filluar dialogun strategjik, partneriteti strategjik me Shtetet e Bashkuara të Amerikës, i mori dhe beneficionet e para, pra përpas të tjerave të cilat nuk janë bërë publike, ky beneficion për qytetarët e Maqedonisë së Veriut, pra udhëtimi pa viza në Shtetet e Bashkuara të Amerikës, është një sqarje që mirë, por jo vetëm për qytetarët, por edhe për bizneset e Maqedonisë së Veriut, të cilat domethënë mund të qarkullojnë, mund të vizitojnë qendra të ndryshme ekonomike, politike të SBA-s në çdo moment. Pezullimi i partneriteti strategjik mes Shteteve të Bashkuara të Amerikës dhe Kosovës është një jo vetëm lajm i mirë, po është një dëm i madh i cili është shkaktuar qytetarëve të Kosovës, shtetit të Kosovës dhe ekonomisë së Kosovës. Pra e tëra është pra në pritje deri në një moment tjetër, dhe tërë kjo ka ndodhur për shkak të kokëforësisë së deputetit Kurti, mbajtësit të detyrës së kryeministrit, i cili e shpreh mendimin e vet, i cili për mendimin tim pra e ka tejkaluar trajektorën e politikës së jashtme të Kosovës, që është bashkëpunimi me sponsorët e shtetësisë së Kosovës, me ata të cilët vazhdojnë të përkrahin institucionet e Kosovës dhe i ofrojnë siguri Kosovës. Pra një sjellje e tillë, një kalimi i vijave të kuqe, ashtu siç është shprehur edhe Departamenti i Shtetit, i ka shkaktuar Kosovës që të vazhdoj edhe me tutje dhe më thellë të futet në një vet izolim, i cili do t'i shkaktoj shumë të lashë qytetarëve të Kosovës, do të kemi një dimër të madh të vetmisë si Kosovë, si shtet dhe si qytetar. Çfarë do duhet kishim bërë ndryshe
për të pasur mundësinë që sot të flasim edhe për Kosovën, për mundësinë e udhëtimit të qytetarëve të këtij vendi pa viza për në Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Po ajo që është kryesorja është që ne duhet të marrim detyrimet tona ashtu siç edhe jemi zotuar t'i marrim, t'i kryejmë detyrat tona kryesisht brenda në shtëpi dhe pastaj detyrat të cilat janë paraqitur gjatë rrugtimit ton vis-a-vis aleatëve tanë. Pra janë detyrimet tona në shtëpi, koordinimi gjithsesi me shtetet aleate për çështjet e cilat janë çështje që prekin sigurinë e Republikës së Kosovës, pra një koordinim i cili nuk do të na lejonte që të hymë në kundërshti apo të fërkohemi me interesat e shteteve mike, shteteve aleate, dhe të mos jemi kokfort. Pra vetëm duhet t'i kryejmë detyrat tona, nuk kërkohet prej nesh ndonjë ndërmjetësim ndërkulturor, ndërkontinental apo ndonjë detyrim të cilët ne mendojmë kështu se mund t'i ofrojmë shteteve mike, por vetëm detyrat tona, pra përgjegjësitë tona ndërkombëtare të cilat e kemi marrë, përgjegjësitë tona në kuadër të territorit të Kosovës në koordinim me vendet mike, në mënyrë që të mbetemi në linjë të politikave dhe strategjive të vendeve mike. Në të kundërtën, ashtu siç kemi vepruar deri më tani, gjithsesi ish qeveria Kurti apo qeveria Kurti 2, gjithsesi tash ky grup i cili e mban qeverinë në detyrë, pra deputetët të cilët e mbajnë qeverinë në detyrë, vazhdojnë me kokëfërtësi që të tregojnë muskujt inexistent, do t'i quaja, ka shi vendeve mike, ata shkaktohen këto të lashtë të cilat i kemi. Pra jemi vendi i vetëm përpos Bielorusisë dhe Rusisë që kemi sanksione nga Brukseli zyrtar, dhe së fundmi kemi pezullimin e dialogut strategjik, partneritetit strategjik me Shtetet e Bashkuara të Amerikës dhe një deklarate e cila është shumë e ashpër, e cila thot dhe përmend emrin dhe mbiemrin i cili ka prekur të gjitha vijat e kuqe të interesit të Shteteve të Bashkuara të Amerikës. Politika ditore në Kosovë pikë së pari duhet ta kuptoj thelbin e shtetit. Pra, çfarë është shteti, kujt i shërben shteti, si komportohet shteti në relacion me vendet mike dhe si komportohet shteti në komunikim diplomatik në arenën ndërkombëtare. Kjo është alfa dhe omega e secilit politikan dhe secilës politike e cila mejton që të merr pushtetin dhe të udhëheqë Kosovën. Pra të kuptuarit e shtetit na ndihmon që të jemi kompatibil me ngjarjet në arenën ndërkombëtare, kompatibil me politikat e jashtme të vendeve mike, edhe atë që duhet ta kuptojmë në Kosovë është se prerogativa shtetërore të Kosovës ekzistojnë dhe janë të krijuara, janë ekzistente, mirë po të gjitha ato krahasuar me vendet mike, Shtetet e Bashkuara të Amerikës, vendet mike të Evropës, Bashkinë Evropiane, por edhe shtetet e aksit jo atlantik, duhet të dimë se janë të gjitha të vogla. Pra, kemi një territor të vogël, një demografi të vogël, një siguri që mund t'i ofrojmë vetit që është e vogël dhe e pamjaftueshme, do ta quaja kësaj, dhe kemi një ekonomi të vogël e cila fatkeqësisht për shkak të politikave të qeverisë për 4-5 vitet e kaluara është e ngulfatur dhe me tendencë që gradualisht ta lëshoj Kosovën. Ato që ne duhet të marrim nga këto dy shtetet tona fqinje, pra Shqipëria dhe Maqedonia e Veriut, është mençuria që të dimë të thithim të zgjojmë interesimin e shteteve mike për të qenë afër nesh në aspektin e sigurisë posaçërisht, pra siç janë të dy shtetet në fqinësi Shqipëria dhe Maqedonia e Veriut që janë anëtare të NATO-s, që është një ombrellë e fuqishme e cila ju ofron siguri, karshi kërcënimeve eventuale çfarëdo që mund të ndodhin. Dhe tjetra është pra që të jemi bashkëpunues, të koordinohemi me shtetet në mënyrë që të hapim rrugën tonë për integrim në Bashkinë Evropiane. Të theksoj këtu se është Kosova i vetmi shtet në rajon i cili nuk ka të hapur dialogun me Brukselin zyrtar për integrim evropian, edhe pse
kemi dorëzuar pra dokumentacionin për integrimit e gjë apo veprimi i cili është i pamjaftueshëm, sepse janë disa detyrime të mëhershme që ne duhet t'i përfundojmë, e një nga detyrimet kryesore si për ne, si për fshiun e Veriut, është përfundimi i dialogut, pra vendosja e një marrëveshje e cila do të mundsonte që të hapet rruga për fillimin e dialogut të Kosovës për integrim në BE. Vazhdojmë me informacione tjera. Ish zëvendës ministri ndihmësi sekretarit amerikan të shtetit James Rubin, i cili ishte dëshmitari i mbrojtjes së Hashim Thaqit në Hag, ka përsëritur deklaratën e tij se ish presidenti i Kosovës nuk kishte rol kyç në vendimarrjet e UÇK-s. Rubin këtë deklaratë e bëri në një intervistë për gazetaren Kristin Amanpur. Ish diplomati amerikan James Rubin tha se nga pyetjet e gjyqtarëve kishte përshtypjen se ata ishin të anshëm dhe se ata vetë se kishin marrë vendim kundër ish-krerëve të UÇK-s. Nuk është e vërtetë që të gjithë shqiptarët urrejnë serbët dhe të gjithë serbët urrejnë shqiptarët. Shumica e shqiptarëve dhe serbëve do të donin të jetonin në paqe me njëri tjetrin. Ky gjyq po fajson liderët e UÇK-s për gjëra që ata nuk i kishin nën kontroll. Ishte e qartë se Thaqi, si një djalë i ri në atë kohë, nuk kishte kontroll mbi asgjë. Dëshmova për 3 ditë, por me duhet të them gjyqtarët me parashtronin pyetje që dukeshin shumë të anshme. Prokurorët duhet ta ndërtojnë rastin, mbrojtja ndërton rastin. Gjyqtarët supozohet të mbledhin prova që të ulen dhe të marrin vendimin, por nga pyetjet që mora nga disa gjyqtarë, kisha ndjenjen se ata tashmë vetëm kishin vendosur. Rubin tha se gjykata në Hag duhet të bëjë gjën e duhur dhe të lirojë ish-liderët e UÇK-s. Ky tribunal duhet të bëjë gjën e duhur, të i shpall ata të pafajshëm. Pastaj SBA dhe Evropa duhet të ulen me udhëheqësit e Kosovës dhe e Serbisë dhe ta zgjidhin këtë problem. Nuk ka arsye pse Ballkani të ketë rrezikun që lufta të fillojë përsëri. Ky është problem që mund të zgjidhet me përkrahjen e liderëve ndërkombëtar. Ish ndihmë sekretari amerikan i shtetit James Rubin në Hag tha që Hashim Thaqi nuk ishte në gjendje që të nënshkruante sepse delegacioni shqiptar i pranishëm në Rambuje duhej që të konsultohej me komandantët në Kosovë. Dëshmia e James Rubin është në mbrojtje të ish presidentit të Kosovës Hashim Thaqi. Ai ka treguar para trupit gjykues se gjatë periudhës 1997-2000 ka shërbyer si ndihmë sekretar i shtetit për çështjet publike dhe si zëdhënës i kryesor që ka raportuar drejt për së drejti përpara sekretares së shtetit Madeleine Albright. Me ceremoni zyrtare në shtabin e misionit të NATO-s në Kosovë, në kampin Film City në Prishtinë, është bërë ndërrimi komandës KFOR-it, ku general-majori i ushtrisë turke Özkan Ulyutash është rikthyer në kryet komandës së forcës paçruese. Në këtë ceremoni, ku të pranishëm ishin krerët shtetëror të vendit, përfaqësues nga kori diplomatik dhe të tjerë, u tha se çështja e sigurisë në Kosovë dukshëm është përmirësuar, por ka disa shqetësime për shkak të çështjeve të hapura në mes të Kosovës dhe Serbisë. Në ceremoninë e ndërrimit të komandës së KFOR-it, komandanti i drejtanishëm i KFOR-it nga radhët e ushtrisë italiane, generali Enrico Barduani, tha se ekzistojnë ende shqetësime për humbje sigurie për shkak të disa çështjeve të pasgjidhura dhe kjo është arsyeja pse roli i KFOR-it mbetet ende kritik. Natyrisht, situata e sigurisë është përmirësuar dukshëm që nga fillimi i KFOR-it dhe dëshmi e prekshme e kësaj është fakti që sot forcat e KFOR-it janë reduktuar në më pak se 10% të asaj që ishin në 1999. Një arritje e rëndësishme. Megjithatë, ekzistojnë ende shqetësime për humbjen e sigurisë për shkak të disa çështjeve të pasgjidhura dhe kjo është arsyeja pse roli i KFOR-it mbetet ende kritik, edhe pse është thelbësor që KFOR-i të shihet si pjesë integrale e angazhimit të vazhdueshëm të komunitetit
ndërkombëtar. Ky dialog është një kornizë për të zgjidhur çështjet e hapura dhe për të arritur zgjedhje që respektojnë të drejtat e të gjithë komuniteteve. Kjo është thelbësore për një stabilitet afatgjatë. Admirali i Komandës Aleate të Forcave të Bashkuara në Napoli, Stuart Munch, theksoi se misioni paqëruajtës i KFOR-it në Kosovë ka qenë i përkushtuar për të ofruar siguri. Sipas tij, përparimi diplomatik përmes dialogut në mes Kosovës dhe Serbisë ka qenë arritje e madhe. Për më shumë se një qerek shekulli, KFOR ka qenë i përkushtuar ndaj kushteve të sigurisë që mundsojnë dhe ruajnë shpresën. Përparimi diplomatik përmes dialogut të lehtësuar nga Bashkimi Evropian ka qenë një arritje e madhe për të ndjekur këtë dialog. Nëse kjo shpresë do të realizohet, në fund të fundit varet nga duart e zyrtarëve të zgjedhur të Serbisë dhe institucioneve në Kosovë dhe me rëndësi nga duart e qytetarëve që votojnë për këta zyrtarë dhe zgjedhjet e tyre. Komandanti i rikthyer në detyrë si udhëheqës i KFOR-it, Ozgan Ulutash, tha se është i gatshëm për të përmbushur misionin e KFOR-it për paqe të qëndrueshme në Kosovë dhe për stabilitetin rajonal. Prioriteti im gjatë kësaj periudhe do të jetë të siguroj që misioni i KFOR-it për të ruajtur një ambient sigur dhe për të qenë për të gjithë komunitetet në Kosovë, si dhe për të garantuar lirinë e lëvizjes për komunitetin ndërkombëtar, të vazhdojë të realizohet në një mënyrë të paanshme dhe transparente, në koordinim të ngushtë me udhëheqësit politik dhe ushtarak të NATO-s. Gjatë gjithë kësaj kohe, siguria e të gjithë personalitetit të KFOR-it do të mbetet prioritet kryesor. E pranishme në këtë ceremoni ishte edhe presidentja Vjosa Osmani, e cila theksoi se populli i Kosovës është i rreshtuar me vlerat e lirisë e demokracisë. Prandaj, si shta ajo, aspirata e Kosovës për t'u antarësuar në NATO nuk është thjesht një zgjedhje strategjike, por një pasqyrimi i asaj se kush jemi. Historikisht dhe edhe sot populli i Republikës së Kosovës gjithmonë është rreshtuar me vlerat e lirisë, demokracisë dhe sigurisë kolektive. Kjo është arsyeja pse aspirata jon për t'u antarësuar në NATO nuk është thjesht një zgjedhje strategjike, por një pasqyrim i asaj se kush jemi. Në kohën kur kërcënimet ndaj paqes po shtohen, aleanca është më e fortë kur qëndron pranë partnerëve që vërtet kanë dëshmuar për kushtimin e tyre. Kosova e ka bërë këtë vazhdimisht përmes qëndrueshmërisë son, reformave tona dhe vendosmërisë së popullit ton dhe do të vazhdojmë ta bëjmë këtë krah aleatëve tanë, sepse vetëm së bashku mund të sigurojmë që paqja e fituar me mund sot të bëhet paqja e qëndrueshme e së nesërmes. Komandanti nga forcat italiane Enrico Barduani mori detyrën e komandantit të KFOR-it në tetor të vitit kaluar nga generali i ushtrisë turke Ozgan Ulutash, i cili tashmë është rikthyer në krye të kësaj pozite. Pas këtij bloku reklamash të nderuar shikuesi, kthehemi te temat së sigurisë në Kosovë, veçanërisht pas kronikës që dëgjuam se është bërë ndrimi i komandës së KFOR-it sot në Prishtinë. Do të flasim me bashkëpunëtorin ton, ekspertin e sigurisë, Avni Islami. Përshëndetje, Avni. Përshëndetje ju, zënër dhe gjithë ata që po na ndëgjojnë këtë emision e juaj. Çfarë veçove nga deklaratët e sotme të komandantëve të KFOR-it në ndrim të komandës? Zakonisht në secilën periudhë ose etapë kur bëhet ndrimi i komandave pa të komandantit të KFOR-it dhe ata sipas rotacionit vinë dhe udhëheqin misionin e KFOR-it, i cili ky mision është derivat i Aleancës Veriatlantike dhe secilin veprim ose mos veprim dhe detyrat të cilat i merr janë drejt për së drejti në komandën e NATO-s. Dhe kur jetë parasysh që kemi parë kohë të fundit se zakonisht komandën e KFOR-it janë duke udhëhequr dy shtete, të cilat të dyja janë pjesë e Aleancës Veriatlantike, pra Italia dhe Turqia. Dhe kur kihet parasysh që të dyja këtu janë përka hapësira gjeografike janë afër nesh, dhe unë mendoj që qëllimisht pra dy vende të cilat kanë kredibilitet dhe nuk dyshon askush në profesionalizmin e tyre në zbatimin e komandave të Aleancës Veriatlantike, unë kretë këtë shosje normale, pra pavarësisht situata dhe deklaratë të ndryshme të cilat disa komandantë kanë dhënë në kohë të caktuara, unë besoj se secili prej tyre
duhet ta kryejë dhe kryen punën e vet në përputhje të plot me misionin e KFOR-it, i cili është dislokuar në Kosovë, madje dhe me rezolutën 1244 të Këshillit të Sigurimit. Avni u përmend edhe me këtë rast çështja e sigurisë, e cila në një forme vazhdon të jetë e brisht për shkak të kontesteve të paszgjedhura mes Kosovës dhe Serbisë. Ku e shef ti këtë element i cili po përsëritet në vazhdimsi? Është interesant të kësohet se pse pikërisht tashmë po vjen ose erdhi një komandant ose një udhëhec i KFOR-it në Kosovë, ku ishte edhe më parë. Dhe këtu desha të ndalem paksa ta elaboroj, sepse kur kihet parasysh që Turqia është vendi i dytë mbas Shtetit Bashkuar të Amerikës për ka fuqia ushtarake, për ka numri ushtarëve dhe për ka rëndësia qoftë në aspektin e fuqisë ushtarake, por edhe për shkak të pozitës së saj gjeografike, pra në gjeostrategji, dhe unë besoj që edhe pas deklarata të presidentit Trump se Turqia është një vend mik dhe i besueshëm, dhe unë besoj që jo vetëm në Ballkanin Perëndimor, por tashmë po shohim edhe në seri që Trump jep një përgjegjësi më të madhe për shtetet më të fuqishëm brenda Aleancës Veriatlantike, pra mbas Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Dhe kur kihet parasysh që paksa misioni i KFOR-it, edhe pse është i përcaktuar me detyrat e veta dhe dihet misioni i saj, pavarësisht situatës që unë mendoj se është e qetë, në një situatë caktuar nga një veprim i pamatur i shtetit serb, mund të shndrohet një konflikt ku atëhere Serbia do të futej në luftë drejt për së drejti me Aleancën Veriatlantike. Unë asnjëherë nuk e besoj se në aspektin klasik do të veproj Serbia si e tillë, por duke pasur parasysh dhe duke ditur që nga 24 shtatori 2023, kur ndodhi rasti Banjskas, që nga atëhere e gjithçka dhe gjithë skenari i Serbisë është zbuluar, dhe tashmë dihet ku strukturat e sigurisë të Kosovës e kanë nën kontroll të plot veriun e Kosovës, ku atje shtrihet rendi dhe ligje, por pavarësisht kësaj kemi her pas here tendenca të destabilizimit të situatës, dhe unë besoj që misioni i KFOR-it është i pazëvendësueshëm, sepse çdo tendencë që ushtria serbe të ndërmerr në raport me Kosovës ndaj sovranitetit të Kosovës është drejt për së drejti cednim i sovranitetit të Aleancës Veriatlantike. Pavarësisht se Kosova nuk është pjesë e Aleancës, por de facto de jure ne kemi KFOR-in ose NATO-n brenda Kosovës. Avni, presidenti Donald Trump disa herë ka përsëritur një deklaratë të tij se sfundmi ka ndërhyrë në ndaljen e një konfliktit mundshëm të armatosur Serbi-Kosovë. Si e ke parë këtë ti personalisht? Unë i besoj plotësisht kësaj deklarate, sepse ne që merrem me çështjet e sigurisë, duke shfrytzuar burime të hapura, deklaratat të atasheve të ndryshme, diplomatëve tjera, dhe kur kihet parasysh që kryeministri në detyrë zoti Albin Kurti disa herë pa potencuar se Serbia është duke u përgatitur dhe e ka në tavolinë planin e vet për të bërë një invadim Kosovë. Dhe kur nifet dhe kur e dim se çfarë misioni ka Aleksandar Vučići dhe varësit e tij, të cilët ata faktikisht ishin edhe pjesë e sulmit ndaj Kosovës, ndaj masakrave të cilat janë bën në Kosovë, pra ata ishin varësi Slobodan Miloševićit dhe politikat e Vučićit dhe varësve të tij nuk kanë ndryshuar për mbajtje apo vetëm për nga forma. Prandaj deklaratat të tilla unë besoj që kanë qenë të vërteta dhe ka pasur tendenca që her pas here për shkak të presionit të mbrëmshëm të Aleksandar Vučićit që i bëjnë vetë populli vet, ai ta shfrytëzojnë në një situatë të caktuar të ndërmarrë ndonjë veprim të pamatur, pavarësisht konsekuenca të cilat ai do t'i kishte nëse do të cënohej sovraniteti i vendit. Dhe të njëjtën kohë dihet se më tash kemi pra
policinë e Kosovës, rreth 10.000 trupa, pastaj kemi forcën e sigurisë të Kosovës, dhe kur e ndajmë 2 periudha, pra gjatë luftës para 99, pra kemi pasur ushtrinë qëllimtarë të Kosovës, pra UÇK-ja, e cila nuk e kishte këtë komoditet, nuk ishte armatosur sikur se është sot Forca e Sigurisë të Kosovës, dhe me të armatim, me të vullnet të lartë i ka dalë për balë Serbisë. Ndërsa sot është një situatë këtë më ndryshe, sepse Forca e Sigurisë të Kosovës, pavarësisht misionit të saj që ka dhe duhet që për secilin veprind vetën të koordinohet me KFOR-it, unë besoj që pavarësisht se Serbia është një shtet i fortë ushtarakisht, nuk është situata e njëjtë sikur se ishte para 99-s. Dhe çka është më interesant, duhet të theksoj për opinionin e juaj se një memorandum i nënshkrimit të përbashkët ose një lloj aleance mes 3 vendeve, Kosovës, Shqipërisë dhe Kroacisë, kjo është një balancim i forcave proporcionale ushtarake. Dhe unë mendoj që kjo aleancë ka sjell paqe dhe siguri dhe do të sjellë edhe në të ardhmen, sepse barazpeshimi i forcave ushtarake sjell paqe dhe siguri në kur do të qoftë në gjitha vendet. Avni marrë parasysh praninë e NATO-s në Kosovë tash sa vite, por edhe konflikteve të ndryshme gjithandej globit, pse në vendin tonë shpeshherë dominon retorika e luftës, sidomos tek liderët institucional, por edhe politik? Vërtet kjo pyetje është paksa interesante. Unë asnjëherë në asnjë deklaratë time dhe në asnjë intervistë nuk e kam potencuar fjalën luftë, sepse marr parasysh rrethonën dhe pozicionin ku gjendet Kosova, unë asnjëherë nuk pres që të ketë ndonjë konflikt të drejtë për së drejti, sepse konflikte të tilla. Alo? Si duket kemi ndërprerje me zotin Avni, nëse regjia mundet të bëj edhe një herë kontaktin, inkuadrimin e tij në program, ne presim disa sekonda për të vazhduar aty ku mbetëm me deklaratën e tij rreth retorikës së luftës në vendin tonë. Avni besoj që po na dëgjon. E kishta një ndërprerje për shkak të lidhjes telefonike. Po e ritheksoj se asnjëherë në fjalorin tim nuk ka ekzistuar ose nuk është ripërsëritur termi luftë, nga se luftë mund të ketë në Kosovë, sipas mendimit tim, vetëm nëse shpërthen lufta e tretë botërore, ku asnjë vend nuk do të jetë pasiv në atë rast. Sepse çdo konflikt, çdo tendencë për përshkallëzim të situatës ose luftës në Kosovë, tashmë do të shpërthente një luftë rajonale, pra Ballkani Perëndimor do ta ndeste luftën e tretë botërore. Bosna e Hercegovina në njërin anë dhe Kosova në njërin anë duket se janë 2 vatra të krizës të cilat menaxhohen nga vendet e Bashkimit Evropian e sidomos nga Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Prandaj jo rastësisht të dyja këto pika neurologjike janë të vëzhguara dhe janë në kontroll të Shtetit të Bashkuara të Amerikës, prandaj unë nuk do ta preferoja edhe nga politikanët që mos ta përdorin e sidomos para opinionit, mos e teprojnë me termin luftë. Avni, për fund fare edhe një vlerësim i yti lidhur me paraqitjen e dronëve misterios në shumë vende anëtare të NATO-s, të cilët edhe ashtu e kanë alarmuar aleancën për shkak të konfliktit sfidues në Ukrainë. Cili është komenti yt, që konsideruar edhe am dëgjova Avni? Po shumë mirë. Paraqitja e dronëve në territoret e shteteve të cilat janë pjesë e Aleancës Veriatlantike është një lloj provokimit nga ana e Rusisë, sepse përpjekja e saj për ta zgjeruar konfliktin është më së interesant dhe një pushtet si është i Putinit është i ngjajshëm me Vučićin, por kur kihet parasysh që
Shikues nderuar, vazhdojmë tutje me materialet tona pasi ka pengesa në lidhjen e internetit me zotin Avni Islami, cilin e falenderojmë përzemërsisht për vlerësimet e tija. Fillimi tetorit ka shënuar një rënje të ndjeshme të temperaturave, ndërsa në disa vendet të Kosovës ka pasur edhe rreshje bore. Sot, Prishtina dhe shumë qytetet të Kosovës u zgjuan nën petkun e bardhë të borës së parë. Me gjithë rreshjet e borës, të gjitha rrugët në Prishtinë janë të kalueshme. Kryetari kryeqytetit Përparim Rama ka thënë se ekipët kanë punuar në terren gjatë gjithë natës. Ekipet e drejtorisë për siguri dhe emergjenca dhe shërbime publike të kryeqytetit kanë qenë në terren gjatë gjithë natës. Sot rrugët janë të pastra, të kalueshme dhe të sigurta për të gjithë. Por rreshjet e borës gjatë natës kanë shkaktuar vështirësi në qarkullim në disa akse rrugore të Kosovës. Ekipët e emergjencës dhe autoritetet kompetente kanë dalë në terren për të pastruar rrugët, mirë po përveç borës, pengesë paraqesin edhe drujt e rrëzuar në disa segmente. Në aksin rrugor Gjilan Preshev, kalimi është i vështirësuar, pasi drujt e rrëzuar po bllokojnë rrugën, ndërsa autoritetet paralajmërojnë se vetëm veturat e vogla mund të qarkullojnë. Problemet të ngjashme raportohen edhe në rrugën Pej Kull, ku përveç borës ka edhe mjegull të dendur, duke kufizuar qarkullimin vetëm për automjetët e vogla. Policia e Kosovës u ka bërë thirrje shoferëve që të tregojnë kujdes të shtuar në komunikacion, të përshtasin shpejtësinë me kushtet atmosferike dhe të pajisën me goma dimërore. Si pasojë e rreshjeve të borës në disa rajone të Kosovës janë shkaktuar edhe prishje në rrjetin elektrik shpërndarës, duke lënë një numër të caktuar të konsumatorëve pa furnizim me energji elektrike, sipas një njoftimi në Facebook të kompanisë kosovare për distribuim me energji elektrike Kecit. Rajonet më të prekura janë Prishtina, Gjilani, Prizreni dhe Mitrovica, ku siç njoftohet disa dalje janë jashtë funksionit. Keci ka mobilizuar ekipet shtesë dhe nga rajonet të tjera, të cilat pavarësisht rrethanave të vështira në terren, po përkushtohen që të eliminojnë sa më parë dëmet e shkaktuara në rrjet. Dhe në një afat sa më optimal, konsumatorëve tanë të afektuar të rikthehet furnizimi me energji elektrike, për çka kërkojnë. Edhe ndërmarrja publike Termokos ka njoftuar se do të nisë furnizimin e jashtëzakonshëm me ngrohje nëse vazhdojnë të njëjtat kushte atmosferike. Për shkak të përkeqësimit të motit 2 ditët e fundit, ngrohtoria ka njoftuar se tashmë ka finalizuar përgatitjet për fillimin e furnizimit me ngrohje nëpërmjet ngrohtores së QKUK-s për nevojat e klinikave të kësaj qendre mjekësore. Meteorologu Mendim Rugova ka thënë se rreshjet e borës që kanë filluar më 3 tetor në Prishtinë shënojnë datën më të hershme të regjistruar për rreshje bore në këtë rajon. Me një shtresë prej 10 cm bor, data 3 tetor është më e hershmja për gjatë muajit tetor në Prishtinë, ku rreshjet e dëborës formojnë një shtresë. Deri më tani, 7 tetori i 2017-s ishte dita më e hershme që bie borë në Prishtinë dhe formon shtresë, dhe atë vetëm prej 1 cm. Moti me shi dhe rreshje bore, sipas meteorologëve, do të vazhdojë deri javën e ardhshme, ndërsa më pas pritet një rritje e temperaturave. Edicioni radhës informative është në 18:30, juve ju faleminderit për vëmendje.